që në 7 qendrat më të mëdha rajonale të Kosovës organizohet dita kundër dhunës, respektivisht manifestimet kundër dhunës, që sot jam shumë i lumtur kur peje në shoh me flamuj të bardhë. Qysh me thonë shëndi vetëm, na dalë këtu si unë si kret tjerë të ndalë që me pjesëmarrjen time ta dëshmoj distancimin tim nga dhuna, po marr parasysh çfarë lloji është ajo dhunë e cila po shfaqet ose ne kemi frikë, më mirë them se do të shfaqet në Kosovë edhe në qytetin tonë. Hajde këta. Hajde mendimi tjetër po. Hajde mino. Tash ti vjen, hajde vazhdo. Hajde aty vjen tonë. Unë mendoj se dhuna është për të gjithë njerëzit e keqe, është një dukuri e dëmshme dhe ne si shqiptar e kemi traditë që gjithmonë kemi qenë kundër dhunës dhe kemi qenë për një ardhmëri të qetë e të lumtur. Dhuna është çdo përdorim i forcës, çdo gjë që nuk është paqësorë është dhunë. Në çdo mënyrë që përdor forcën është dhunë. Është një keqe të cilën duhet ta luftojmë secili qytetar. Kundër dhunës duhet të angazhohen gjitha forcat. Jo vetëm të shtetit 5 për kundër në Kosovë, në përgjithësi në mënyrë institucionale dhe në mënyrë individuale secili qytetar veç e veç. Duhet luftohet dhuna me çdo kusht, nga se ajo është një keqe që vetëm keqen i sjell njerëzimit përgjithësi edhe në veçanti secili individ veç e veç. Qa është dhuna? Dhuna do me thonë mos murre, mos me bo krime. Dhuna do me thonë që ajo a? A është e mirë dhuna? A është e mirë dhuna? Ja, së është e mirë. A ka me pas në Kosovë dhunë ma vonë? Ja. Shumë në s'ka. Jo, shumë në s'ka. Me Sova e Republikë ishtë demokraci. Hajtë dhunë, ditën e mirë. You like to dance on the hip-hop spots and you cruise to the cruise to connect the dots. Not just urban, she liked the club cause she was living la vida loca. She had dumb stuff a truck. Guys like, baby move your butt. I think I'll sing it again. Çdo herë ka mënyra tjera, njerëzit duhet të kenë mirë kuptim njëri me tjetrin, e sidomos ne që jemi një popull që pësuam mjaft dhe e dim çka është dhuna dhe ne duhet spakut me njëri tjetrin të jemi të njerëzishëm, të sjellshëm dhe të punojmë për ardhmërinë. Kemi dialoget, jemi një popull, po mendoj i përparum, edhe që mundem u marrë vesh me fjali, sholla, edhe kena me bo një Kosovë, dhe një 100 herë më të mirë se që o punë. Dialogu me çdo kusht. Dialogu është e vetmja mënyrë që duhet të përjashtohet dhuna si dhunë. Mënyra që luftohet kundër dhunës është respekti për të gjithë qytetarët, është toleranca dhe mirë kuptimin përgjithësi. A sjell dhuna? Po që? Qëfar të mëre kur? A s'ka bo vaki, a s'ka me bo vaki? A qëfar dhune mëre pa të ekë s'bot paqa heq? Po jo, dhuna nuk sjell paqë kur. Paqen e sjell mirë kuptimi mes njerëzve, e sidomos mirë kuptimi me njëri tjetrin, sjell lirinë edhe paqen. Për çka për vizaton këto? Sigur se çdo shqiptar tjetër mendoj se mos përsëritet ajo që ka ndodhur në kaluarën, po të jetojmë në liri, në paqe, sa më shumë mjushmang dhunës e kryesisht vllavrasjes që po ndodhin tani në Kosovë. I have been fortunate to work with several of the new Kosovo police officers, and I'm very proud to work for them and with them, and I think the future of Kosovo is quite bright.
besoj, kam shpresa që do të bëhet më mirë, se njerëzit do ta kuptojnë se me ato nuk kanë me arrit kur gjë, edhe të çelin syt, edhe do të jetë më mirë, shpresoj. Kom një mesazh. Mi sjell sytë mirë, me punu 1 milion dhuna të këtu sene, me ecë përpara, me bo shtetë i fortë, sovran. Mos mingu qika të rrugëve. S'kjo është fjale janë. Qëllimi për popullin e Kosovës është që bashkarisht ta luftojmë dhunën dhe të jemi sa më së qeltë për një të ardhmen tonë dhe të jemi sa më të sjellshëm mes veti dhe ta respektojmë njëri tjetrin për një ardhmëri sa më të mirë. Populli i Kosovës të luft mes me pas dhunë, dojmë paqe, dojmë harmoni, dojmë marrënus të vllaznit. Bere me sot, si është, në me qita që për bera. Që e puqë për atë? Që manifestim është kundër dhunës dhe i lusë të gjithë qytetarët që të ndalin dhunën dhe po dhunë të punojmë dhe të shkon punojmë. So që zonja dhe zotërini lufta ka mbaruar. Ashtë koha të shikojmë ka e Armeia. Armeria e Kosovës është në duart tuaj. Mendoni se shmund të bëni për Armerinë e fëmijët tuaj. Ju keni luftuar në luftën për lirinë e Kosovës. Tani luftoni për Armerinë e Kosovës. Tani ndërto di Kosovën paccesore dhe demokratike. Tani ndërto di Kosovën padune dhe pafrike. Well, now, some words in English. And eventually, if you want, I can speak French. And eventually, I can speak Spanish and Italian. I want first to thank you, all of you,
Para së gjithashtë dëshiroj t'ju falenderoj të gjithë juve. Thank you for coming to this meeting. Faleminderit që keni ardhur në këtë bimë. Falenderoj to the Municipal Council linked by Etem Ceku. Faleminderit Këshillit Komunal të ndjeshëm nga zotëria Etem Ceku. One by one, we talked to each other, and it was not so easy today, but we talked frankly and sincerely. Ne kemi biseduar sot së bashku në ndërtesën e Kuvendit Komunal, nuk ka qenë biseda që lehtë, mirë po kemi biseduar sinqerisht njëri me tjetrin. And we talk about the future of Kosovo. Dhe sigurisht kemi folur për ardhmërinë e Kosovës. And I was very happy to listen to the very sincere statements. Dhe kam qenë shumë i lumtur të dëgjoj deklaratat të sinqerta prej tyre. Faleminderit to Urmi. Faleminderit Urmikut. And to all the guests and all the friends here. Si dhe të gjithë miqve dhe dashamirëve tjerë. And faleminderit for the declaration of tolerance. Faleminderit to Njomza Ibrahim and Erin Ozami. Faleminderit to the very good Kosovo Police Service. Faleminderit shërbimit policior të Kosovës. And of course, faleminderit to KFOR, to all the officers, to all the soldiers. And if I may, faleminderit to me. Dhe qëse më lerni, faleminderit edhe mua. Thank you.